Eliona, e mbledhur në një cep të sallonit, më në fund nuk arrin ta mbajë më veten. Fytyra i skuqet, buzët i dridhen dhe lotët fillojnë t'i rrjedhin pa mundur t'i ndalojë. Fjalët e ashpra të shkurtës, toni i saj i lartë dhe mënyra si e kishte sulmuar para të gjithëve e kishin mbingarkuar emocionalisht. Ajo përshpërit disa herë mjaft, ndërsa banorët e tjerë e shikojnë të surprizuar nga reagimi i saj i fortë. Pasi merr frym thellë, Eliona ngrihet në këmbë dhe, mes lotëve, i drejtohet shkurtës me zë të dridhur. Ajo i thotë se nuk mund të durojë më mënyrën si shkurta i flet dhe e trajton, duke theksuar se çdo debat që nis shkurta e kthen në konflikt të madh. Eliona, gjithnjë në lotë, vazhdon t'i shprehë ndjenjat e saj. Ajo thotë se shkurta nuk po sillej si njeri i mirë dhe se çdo ditë dukej sikur kërkonte arsye për t'u zënë. Ajo e akuzon se mendon vetëm për debate, për zëra të lartë dhe për tension, ndërsa ajo vetë po mundohej të ruante qetësinë në shtëpi. Banorët rreth tyre fillojnë të afrohen ngadalë, duke tentuar ta qetësojnë Elionën, por ajo vazhdon të flasë me sinqeritet, duke i thënë shkurtës se ndihej e lënduar dhe e keqkuptuar. Ajo thekson se konflikti s'është diçka që e kërkon, por diçka që i imponohet. Shkurta mbetet e heshtur për disa momente, ndërsa Eliona vazhdon të fshijë lotët. E lodhur nga situatat e përsëritura dhe e mërzitur që gjithçka ka shkuar kaq larg. Atmosfera bëhet e rëndë dhe shtëpia mbushet me një qetësi të tensionuar që tregon se kjo përplasje ka lënë gjurmë të gjithë. Dolce po përgatitet të udhëtojë drejt Italisë për t'u futur për një javë në Grande Fratello, dhe lajmi për ardhjen e saj atje ka filluar të qarkullojë me shpejtësi. Në mediat italiane dhe në rrjetet sociale po përhapet shumë interes për të, pasi shumë njerëz duan të shohin si do prezantohet dhe çfarë energjie do sjellë brenda shtëpisë italiane. Shumë komentues e cilësojnë si një prej personazheve më të veçantë që Big Brother Albania ka pasur, dhe tashmë presin ta shohin në një ambient krejtësisht të ri. Në studio, prezantuesit italian komentojnë hyrjen e saj, duke thënë se pritet të sjellë dinamika të reja, humor, spontanitet dhe shumë kuriozitet nga publiku. Në rrjet, disa ndjekës shkruajnë se Dolce ka atë lloj energjie që ose të bën për vete menjëherë, ose të lë pa fjalë me mënyrën e saj të qenit, dhe pikërisht kjo e ka bërë shumë tërheqëse për publikun italian. Ndërkohë, edhe brenda shtëpisë shqiptare banorët diskutojnë për këtë lëvizje të papritur. Ata mendojnë se Dolce do të pëlqejet shumë në Itali për shkak të stilit, natyrës së lirshme dhe aftësisë për të krijuar situata të këndshme. Disa thonë se ajo do të bëjë bujë sapo të shfaqet në ekran, ndërsa të tjerë janë kurioz të shohin si do e presin banorët italian. Nga ana tjetër, vetë Dolce ndihet njëkohësisht e emocionuar dhe pak e frikësuar, pasi është një eksperiencë e re dhe shumë më e madhe. Ajo përgatitet për të dhënë maksimumin, për të treguar veten dhe për të surprizuar të gjithë publikun italian, i cili tashmë mezi i pret ta shohë të hyjë në shtëpinë e Grande Fratello. Edi e vëren nga larg se Dolce po përgatitet për të dalë për një javë në Grande Fratello, dhe në momentin që e kupton këtë, fytyra e tij ndryshon menjëherë. Ai nuk e pëlqen as pak idenë që ajo do të largohet nga shtëpia, qoftë edhe për pak kohë, dhe xhelozia fillon t'i ngrihet pa e fshehur dot. Edhe pse mundohet të tregojë qetësi para banorëve të tjerë, është shumë e dukshme që ai po përjeton një lloj pasigurie. Dolce i thotë se është vetëm një javë, se nuk po shkon për të bërë asgjë të gabuar dhe se është pjesë e lojës, por kjo nuk e qetëson plotësisht Edin. Ai fillon t'i bëjë pyetje të shumta, si po pse duhet të shkosh? Po me kë do rish? Pse s'na lajmëruan më herët? Duke treguar qartë se nuk ndihet rehat me largimin e saj. Në momente të ndryshme, ai afrohet Dolces dhe i thotë se ka frikë se mos diçka ndryshon gjatë asaj jave, ose se mos ajo shijon kohën jashtë dhe haron lidhjen që po ndërtojnë brenda. Dolce mundohet ta qetësojë duke i thënë se nuk ka arsye të dyshojë te ajo dhe se do kthehet patjetër pas një jave, por Edi vazhdon të duket i tensionuar. Ndërkohë, banorët e tjerë e vënë re xhelozinë e tij dhe disa madje fillojnë të komentojnë se Edi është bërë tepër posesiv dhe i ndikuar emocionalisht. Ai përpiqet t'i injorojë, por në fytyrën e tij duket qartë shqetësimi. Sikur nuk ka kontroll mbi emocionet e veta, Dolce e siguron sërish se largimi është i përkohshëm, por Edi ende ecën nervoz rreth shtëpisë, duke menduar se si do të përballojë gjithë këtë javë pa të. Një javë që për të duket shumë më e gjatë se sa është në të vërtetë. Edi vazhdon lojën e tij provokuese dhe me humor, duke dashur të shohë reagimin e Dolces.
Ndërsa ata po rrinë së bashku në dhomën e ndenjës, ai papritur i thot Dolces me një ton të shtirur serioz se mbase do të lidhej me Benitën, vetëm për ta parë se si ajo do të reagonte. Dolce fillimisht e shikon me habi, pastaj me një lloj nervozizmi të lehtë, sepse i duket sikur Edi po e tepron me këto lojra. Edi ngrihet, i afrohet Benitës dhe e përqafon thjesht sa për të vazhduar shakan e tij. Benita, që gjithmonë e pëlqen vëmendjen, e kupton menjëherë se Edi po e përdor këtë moment për të nxitur pak xhelozit e Dolce, dhe ajo futet në lojë pa u menduar dy herë. Ajo buzëqesh, e lehtëson situatën dhe ja kthen përqafimin duke e parë drejt Dolces, sikur të donte t'i thoshte po, pse jo, le ta vazhdojmë lojën. Dolce, nga ana tjetër, fillon të acarohet pak, sepse e sheh që Edi po e provokon qëllimisht. Ajo nuk e pëlqen fare këtë skenar dhe e ndjen veten të lënë pas dore në atë moment. Atmosfera rreth tyre bëhet më e tensionuar, me banorët e tjerë që fillojnë të qeshin dhe të shikojnë reagimet e tyre, sikur po shohin një mini dram që po zhvillohet në kohë reale. Edi e kupton që Dolce po preket vërtet dhe vazhdon akoma. Ndoshta pak më shumë se sa duhet, vetëm që ta shtyjë lojën edhe pak më tej. Benita vazhdon të ndjek çdo gest të tij, duke luajtur rolin e vajzës që papritur po merr vëmendjen e Edit, sikur gjithçka të ishte një skenë që ajo e kishte imagjinuar prej kohësh. Ndërkohë, Dolce nuk e duron dot më dhe largon vështrimin, duke e bërë të qartë se lojrat e Edit po i kalojnë kufij. E gjithë kjo skenë krijon një atmosferë të çuditshme, me tension, humor dhe pak dramë, ndërsa Edi vazhdon të luajë lojën e tij me një buzëqeshje të madhe, duke e ditur mirë se çdo lëvizje e tij po e ndez situatën edhe më shumë. Benita qëndron në qoshen e oborrit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot: "Unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani, jo më. Kam ndryshuar mendim." Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prap. S'ka asgjë të keqe. Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. Jo more, mos u bëj qesharak, thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë. Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë. Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua, i thot ai. Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh. Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk i dalin. Ajo bën sikur largohet. Pastaj kthehet prapë dhe i hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, i kënaqur që arriti ta trazojë, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po i pranon plotësisht.